Kiara Tito dhe Luiz Zelli janë çifti më i përfolur i showbizit shqiptar. Së fundmi, moderatorja Kiara ka qenë e ftuar në një emision dhe në atë intervistë ajo ka treguar më shumë detaje në lidhje me karrierën, familjen dhe projektet që pritet të vinë shumë shpejt. Ish-banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri ka zbuluar se shumë shpejt do të sjellë së bashku me Luizin një film për të cilin ka nisur puna. Jemi duke organizuar për të bërë një film bashk. Është hera e parë që e them. Ai e ka thënë pak edhe në story, megjithatë nuk ishte asgjë konkrete. Tani është momenti që ne jemi në fillimet tona sepse filmi normalisht që do shumë kohë që të dalë, por ky është një projekt që ne kemi dëshirë që ta bëjmë sa më shpejt. Në vazhdimsi do t'i mbledhim të gjitha detajet. U shpreh ajo duke lumturuar kështu fansat e dyshës. Do të jetë një film komedi apo një film që flet për historinë e tyre të dashurisë? Ka qenë pyetja që u drejtua më tej. Sigurisht që do të ketë dhe dashuri brenda, ku do të shkojmë ne të dy pa transmetuar pak dashuri, deklaroi ajo. Në do të rikujtojmë se Kiara Tito dhe Luiz Zelli u njohën brenda shtëpisë së famshme dhe më pas kurorzuan dashurinë e tyre në martesë dhe tani më janë prindër të një vajze. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.